Do t'jemi me sfidën e radhës mes Lando Enriquez dhe Alban Bërmetës, bokserit kuqezi, i cili është i pamposhtur në 14 ndeshjet e tij në karrierë, ka regjistruar 13 fitore, 11 prej cilave me knockout, ndërkohë që një sfidë ka përfunduar në barazim, asnjë humbje. I njohur si gladiatori do të kërkoj fitoren e radhës në 6 raunde nga 3 minuta. Nuk do t'jem vetëm në këtë përballje, do të shoqërohem nga një prej boksierëve më të mirë në Shqipëri. Fluturuesi, ndoshta do ta nisim me nofkën e tij, është pikërisht Ardit Murja i Akademisë Titans nga qyteti i Durrësit. Përshëndetje Ardit, faleminderit që jemi ne. Faleminderit juve. Si e konkretizon këtë vit të boksit shqiptar, duke qenë se ke qenë vetë protagonist në rastet kur nuk ke qenë vetë në ring, ke mbështetur sportistët e qytetit Durrësit të Akademisë Titans. Si e ke parë këtë vit të boksit shqiptar? Ky vit ka qenë një vit shumë i suksesshëm, jo vetëm për mua, po besoj për gjithë sportistat shqiptar. Ka pas shumë organizime, shumë ndeshje, sidomos boksin profesionist. Besoj që gjithë sportistat kanë arrit me marrë fitore, kanë shpreh talentin e tyre dhe pse jo edhe 2024 atjet i vit akoma dhe më i fortë dhe më i suksesshëm si ky i 2023-shit. Ndalemi pak tek Alban Bërmeta, një nga bokserët më të mirë shqiptar pa diskutim. Ju kemi parë shpeshherë së bashku në aktivitetet e zhvilluara, ndërkohë që e shohim, ndjekim nga fare pranë në këtë përballje, i njohur si gladiatori. Po, Albani është në vërtet një nga sportistat më të mirë, një nga sportistat që ka temp, që vetëm vjen, sulmon, nuk di me bom brapa, në vërtet një gladiator i vërtet. Deri tani po e shoh që po rri mbyllën, po jep goditje, po do me e ble, është i bokser shumë i fortë, nuk di të bëj hap mbrapa, po kërkon, më sa po shoh, po kërkon goditjen e vet që e ka atë në trup. Gjithmonë ajo është i goditje shumë e fortë në trup, edhe po e shoh që po kërkon goxha. Beson se do ta ruaj serinë e pathyeshmërisë? Besoj se po, ky tani boks është, asnjëherë nuk i dihet, edhe unë edhe gjithë sportistat duan fitore, po boksi është ndonjëherë i paparashikueshëm, një goditje mund të çojë knockout, kështu që besoj po deri tani po bë detyrën, është shumë mirë, është i qetë, gjet goditje, le atë që të hapet, shprehet. Sigurisht që Alban Bërmeta, një nga bokserët më të mirë në Shqipëri, 13 fitore, 11 me knockout, përballë ka një kundërshtar shumë të fortë. Lando Enriquez, një nga bokserët ndoshta më të fortë që ka zbarkuar për këtë eveniment. Po, është një nga bokserët më të mirë, besoj, në sa kam pa është i 110 në rënditje botërore. Është vërtet një bokser shumë eksperiencë, po ta shikosh është edhe i qetë, edhe pse pa goditje, ndryshon edhe krahën, një herë bëhet i djathtë, një herë sallaks. Po siç po e shoh Albani po e marr shumë mirë në ritëm. Ja, të mirë. Goditjet po jep shumë të bukura, sidomos pjesën e mëlçis po e kërkon shumë. Ky round sapo mbaroi, besoj që ky round është për Albani sigurisht, po duhet të shohim edhe raundet e tjera ndër ditë. Gjithsesi do i qëndrojmë asaj fillimi mbar, gjysma e punës, teksa bën gati për të zhvilluar raundin e dytë, dy bokserët, Lando Enriquez dhe Alban Bërmeta, teksa shohim edhe disa nga momentet më interesante të 2 minutit të zhvilluar, vetëm pak çast më herët. Marrin porositë edhe nga stafet respektive, si Enriquez, ashtu dhe gladiatori Alban Bërmeta. Sigurisht që janë momente të cilat duhen shfrytzuar. Bëhet fjalë për një ndeshje profesioniste të regjistruar në eventet ndërkombëtare, teksa do të startoj tani raundi i dytë mes Lando Enriquez dhe Alban Bërmetës. Ardit, si e pret këtë raund të dytë? Po, tani si gjithmonë Albani është ai që vetëm vjen edhe i rrit të raundet. Nuk di, siç të thash, nuk di me bë mrapa aty, blok, edhe nëse ha goditje, Albani po vazhdon, kërkon goditjen e vet, kërkon knockoutin, është gjithë kohën aty i fokusuar te knockouti, te goditjet. Tani edhe kundërshtari nga raundi i parë ndryshoi lojën, po rrin më afër, është besoj tamam te loja Albani që ai ka qef. Kërkon edhe të rikuperojë ndoshta diçka çfarë ka humbur në 2 minutin e parë të zhvilluar. Besoj se do me rikuperu, se pa që Albani ka i po i rritë larg e kapti. Megjithatë është një moment shumë interesant. Mjaft mirë. Një sfidë shumë e bukur. Deri tani është nga sfidat shumë bukur. Çfarë goditi Alban Bërmeta! Spektakular në atë
situatë kur kundërshtari i tij krijoi mungesë vigjilence. Është gjithmonë kur ai godet Albani Është kurajos. Po, është ai që e mbyll sulmin gjithmonë Albani e lën që të Mjaft godasja dhe mirë. e mbyll, po kërkon sulmin, goditjen poshtë të Mëlçia, Krijoi hapësira. po të krijojë hapësira dhe të gjej goditjen e tij fatale. Sa e rëndësishme është marrja e qendrës së ringut. Tjetër goditje Alban Bërmetës. Besoj që është me boksiera, unë për shembull nuk është se rri gjithë kohën mes të ringut, lëviz dikush e do mes në ringut. Besoj që është për çdo boksier ka atë Specifikën e vet. Po, specifikën e vet, stilin e vet të tij. Mjaft mirë Bërmeta Dy goditje përsëri. shumë të forta, besoj që ato në Mëlçi kanë ndje, ka kap, po. 6 raunde nga 3 minuta, gjithsesi me këtë ritëm, vështirë se do të shkojmë deri në fund. Edhe kundërshtari i tij Enriquez është i vëmendshëm, kërkon ndonjë moment, ndonjë goditje me të majtën. E kemi parë të reagoj, megjithatë Bërmeta shumë aktiv. Tjetër Ta tentativë. thash, është një nga boksierët që vetëm ka temp, vetëm vazhdon, edhe nëse ha goditje ai Shumë e vazhdon. bukur. Vërtet një gladiator që nuk di më bën mbrapa. Realisht gladiatori kuqezi Alban Bërmeta. Enriquez provon të ngacmojë, megjithatë rrezikon shumë me ato hapje. Besoj se po luan me zjarrin dhe një seri goditjesh. Alban Bërmeta Po. ka të mbështetjen e tifozëve në këto çaste. Gjithsesi reziston kundërshtari i tij. Tjetër goditje. Tenton ashtu si se analizove dhe ti pjesën e Mëlçisë për të krijuar shqetësime kundërshtarit. Mjaft e bukur kjo përballje. Jemi vetëm në raundin e dytë. Teksa ishte emocionues ky raund. Po, është një nga raundet, tani raundi i dytë është akoma më i bukur, po Shumë mirë Bërmeta. 10 sekondat e fundit, luaj në këtë çast sërish Bërmeta. Raund tjetër mbrohet mirë, kundërshtari i tij e djatha e Bërmetës tepër e fortë. Dhe përfundon këtu edhe ky raund i dytë. Besoj Ardit ka shkuar sërish në favor të boksierit kuqezi. Shohim edhe Po. disa nga momentet më të mira. po, këto janë momente më të mira, siç e thash, Albani është gjithmonë ai që rrit raundet. Është normalisht që edhe ky raund është për Albani me diferencë shumë të thellë. Çdo goditje e tij siç po e shohim ka qenë pik, ka përfunduar në kokën ose në trupin e kundërshtarit. Tani shohim raundin e tretë, Albani po kërkon nokautin, edhe besoj që ka për t'i dalë me këtë lloj ritmi, me këtë lloj vazhdimshmërie goditjes, besoj që ka për t'i arrit. E shohim edhe kundërshtarin e tij që mund të dallojmë se është tashmë i friksuar, nuk është më aq i qetë sa që ishte në fillimin e kësaj përballje, ndoshta nuk e ka pritur një vrull të tillë që në 6 minutat e para të kësaj përballje. Po, është diçka që ndryshe boksierët, sidomos boksierë profesionistë, e rrisin ritmin nga raundi i 3, i 4, por Albani është ndryshe. Albani nis që në raund parë Dhe ruan njëtin ritëm. edhe vazhdon, mund të themi që e rrit, jo e ruan atë ritëm. Gjithsesi na pret një vim sfide shumë interesante Po, është ndeshje Albanit, janë ca ndeshje të bukura, Aleksandër Kallashi, Giulio Vernozi, një nga boksierët më të mirë që edhe ai besoj do shkëlqejnë këtë mbrëmje. Është një ndeshje shumë e bukur për të parë. Do ta shohim së bashku. Po. Jo vetëm ata që janë këtu në pallatin e sportit në Fier, por dhe përmes ekranit të Supersport Digital. Nuk do të mbasin asgjë ashtu siç nuk ka ndodhur gjatë gjithë vitit 2023 me eventet më të rëndësishme të boksit shqiptar që janë përcjell ditë pas dite. Sidomos këtë vit ka qenë një vit shumë i bukur, Shumë vetëm i organizime, boksi, duke u transmetuar nëpërmjet televizionit digital, ka qenë vërtet një vit shumë i suksesshëm për çdo sportist. Kërkon të reagojë edhe Enriquez, megjithatë në raund tjetër Alban Bërmeta mbrohet mjaft mirë, godet me djathën, kërkon hapësirën. Enriquez E ka vënë marrë përpara. shumë goditje, po që e ka edhe i bokser që e ma goditjen, ka hëngër shumë Është goditje luftarak. në trup. Po e shohim që edhe han edhe jep goditje, nuk di më. Megjithatë, është doja e vështirë për të deri në fund përballë Alban Bërmetës. Tjetër tentativë me të majtën, Alban Bërmeta e ka vënë në këndin e kuq. Bërmeta, tjetër goditje, Bërmeta, tjetër iniciative. Alban Bërmetës kërkon të jap fund kësaj sfide. Bërmeta ka mbështetjen maksimale të publikut. Fierak, Alban Bërmeta kërkon ta shtyt tani kundërshtari i tij, kërkon të gjej pak hapësirë edhe pse është shumë e vështirë. Do me Gjithsesi, lëviz. do ndalet për pak çaste,
i ka shpëtuar mbrojtësja e dhëmbëve. Dhe besoj se ishte një mënyrë alternative për të shmangur atë situatë të vështirë. Për dal nga i moment rreziku. Fair play, ajo çka duhet gjithmonë, mos harrojmë se është më rëndësishme se gjithçka tjetër. Raundi i tretë, megjithatë, ka qenë shumë i bukur dhe duket sikur kanë ecur më shpejt sekondat. Gjithmonë kur është i boks shumë luftarak, hikin sekondat dhe rrëmbehesh edhe harron. Vetëm kur shikoj që raundet ikin, koha ka mbaru. Deri tani ka qenë dominim absolut i Alban Bermetës. Po, deri tani. Kur jemi në gjysmën e rrugës. Po, gjithmonë siç ta thash, boks është, asnjëherë nuk i dihet ti goditje. Bën diferencë. Po. 10 sekondat e fundit në këto çaste dhe Bermeta më njëherë kërkon të mbyll diçka, i jap sfidë kundërshtari, i cili dhe tenton të dhuroj spektakël në mënyrën e tij, por do ta shohim nëse do ta ketë këtë spektakël deri në fund. Do ta sa do të thonë, do të më pa deri në fund. Ne shqiptarët kemi një shprehje, qesh mirë kur qesh i fundit. Është vërtet shprehje shumë e bukur, qesh mirë kur qesh. Në rastin konkret ai po kërcen. Tani do shohim kush do qeshi në fund. Gjithsesi ishte një raund shumë i bukur me Alban Bermetën, i cili pati një moment shumë interesant, tentoi ta mbyll përpara kohë këtë sfidë dhe është pikërisht momenti që na ilustrohet në këtë çast nga regjia e Supersport Digital. Disa nga momentet më të bukura Albani po ta vesh re çdo, jo vetëm këtë raund, po të treja raundet ka kërkuar nokautin që ta mbylli, po siç thash, boksieri kundërshtari i tij është çeka i boksier që mbaka shumë goditje. Gjithsesi, me atë lëvizje ka fituar disi edhe simpatinë e publikut. Është diçka që sidomos në boksin profesionist janë disa gjeste që të bëjnë për vete. Ai është shumë i qetë, edhe pse po merr goditje, po han goditje, ai është prapë në atë të vetën, vazhdo, shprehet, kërcen, qeshën. Gjithsesi, nuk duhet harruar për çfarë ka hyrë në ring, jo për të dhuruar spektakël në kërcim, por në boks. Ja, është vërtet. E ka nisur disi më vrullshëm, ndoshta e di mjaft mirë se deri më tani është i humbur. Po, gjithsesi, këtë janë goditje besoj që nuk është se klasifikojnë shumë pikë, momentin që mbrojt mirë. Derisa boksieri tjetër kundërshtari është në blok, nuk janë shumë, ai thjesht mund t'japi shumë goditje për ta çarë edhe për të marrë goditjen e vet që ai. Çfarë goditje me të majtën e Alban Bermetës. Është shumë e bukur që ai kapi kundra momentin kur tjetër iniciativë përsëri provon në të majtën. Mjaft mirë Alban Bermeta kërkon hapësirën, tjetër iniciativë. Sërish po hapen që të dy, edhe Albani edhe ai janë të dy me goditje. Gjithsesi ajo e majtë e Bermetës është 8 potente. Po, është një nga tjetër iniciativë. Ndërkohë që shohim se është Denis Nuria, ai i cili qëndron në këndin e kuq pranë Alban Bermetës. Trajneri sot është Denis Nuria, edhe ai një nga boksierat më të mirë shqiptar. Shpresojmë të shërohet sa më shpejt e të jetë në furë në ring sa më parë për të na dhuruar magjinë që ai ka treguar. Po, besoj me sa kam folë me Denisin dhe po e merr veten, po vazhdon, po edhe ka më zhbur shikim. Çfarë goditje me djathtën! Alban Bermeta sërish provon të çaj kundërshtarin. Bermeta, tjetër goditje me të majtë dhe me djathtën. Sërish Alban Bermeta provon të liroj hapësirën përsëri. Alban Bermeta, fantastik. Ishte i goditje shumë. Tjetër djathtë, majtë djathtë. Spektakular. Përsëri e majta e fortë. Është një pozitë shumë vështirë. Tjetër goditje. Spektakular. Kundërshtari i tij kërkon të reagojë, megjithatë i mban goditjet e Henriquez, ndërkohë që është i jashtëzakonshëm përsëri. Alban Bermeta, spektakular. Kërkon sërish të majtën. Ajo e majtë besoj do t'i dalë në nëndër kundërshtarit. Është një goditje që Albani po jep shumë provon sërish Alban Bermeta. Duket se e çon aty pranë Denisit, të ketë edhe mbështetjen e tij. Mjaft mirë. Një sfidë shumë e bukur. Me gjitha
argëtuese edhe për publikun. Përsëri Alban Bërmeta e vendos në kënd. 10 sekondet e fundit në këto çaste zhvillohen Alban Bërmeta dhe Lando Enriquez. Tjetër situatë e pavarshme, ndërkohë që Denis Nuria i thotë që edhe ky round ishte për të, besoj se ka drejt. Po, normal, janë të 4 raundet që janë zhvilluar, kanë shkuar për Albanin. Do të jenë edhe 2 të tjera, ndoshta mjafton ti menaxhoj. Me Alban Bërmetën që sigurisht e ka nisur aq vrullshëm sa që nuk e ul as pak intensitetin. Alban Bërmeta spektakolar ka qenë në këto 4 raunde, sidomos në raundin e 4, ka dhuruar shumë emocione. Megjithatë, Lando Enriquez, 31 vjeçari, 9 fitore, 7 me nokaut, po tregon se është vërtet një mbajtës shumë i mirë i grushteve. Po, është një boksier që është normal, një boksier që ka eksperiencë, di që edhe të mbaj grushta, edhe tikit, shmanget. Enriquez që e ka një prej tyre, i boksier me eksperiencë goxha të madhe. Ndërkohë që tashmë shohim edhe këshillat që i japin, nuk ke pse të harxosh kaq shumë energji, sepse 4 raundet e para i ke fituar, praktikisht ke fituar sfidën. I thonë që të ruaj energjit, mos u përplas, po Albani nuk di me bom brap, Albani ka vetëm përpara. Përpara, gazin trasa dhe ec përpara. Duket sikur e do shumë atë fitoren në nokaut. Po, normal, jo vetëm ai, po çdo sportist është gjoja më e bukur që mund të marrësh nga një fitore, nga një ndeshje kur është nokauti, është diçka që Sigurisht jemi në raundin e 5, do të kemi 6 të tillë, teksa edhe me ato lëvizje. Është disi e çuditshme, ti je duke humbur dhe të mendosh që të bësh disa veprime që thjesht argëtojnë publikun, duket pak e çuditshme. Boksieri kundërshtari tani Albanit po e shef që s'po bë dot gjë, e ka humb, paktën thot dhuroj show, mos dali keq nga publiku, paktën të marrë diçka me vete. Gjithsesi simpatinë e publikut e ka marrë, gjithsesi fitoren të harroj. Ja, fitoria vështirë po. I pëlqim nga publiku e ka marrë, i duar trokitje. Gjithsesi, do të presim çfarë do të na dhurojnë edhe këto 2 minuta të mbetura të këtij raundi të 5. Provon sërish Alban Bërmeta. Më i kujdesshëm. Po. Sigurisht që Alban Bërmeta kërkon fitoren e 14 në karrierën e tij. Teksa do të kemi 2 ndeshjet e fundit, vetëm pas pak çastesh Darovin Brajkovic dhe Aleksandar Kallashi. Sërish 6 raunde nga 3 minuta për të mbyllur me main event, me sfidën e fundit me Sinisha Gambelik dhe Giulio Vrenozit. Pikërisht djaloshi i cili ka organizuar këtë eveniment shumë të bukur në qytetin e Fierit. Tjetë iniciative Bërmetës, ka humbur disi ekuilibrin kundërshtari i tij. Minuta e fundit e raundit 5, sërish Bërmeta dominues, gjithsesi tjetër goditje sërish me të majtën. Shtyn përpara kundërshtarin. Megjithatë duket sikur kërkon atë këndin, ta vendos sërish në atë pozicionin e preferuar e për të nisur vrullin e grushteve. Albani kërkon luftën e afërt. Ajo është lufta e tij. Provon sërish Alban Bërmeta tek janë 10 sekondat e fundit. Bërmeta e vendos në kënd. Megjithatë, vështirë se do ndryshoj diçka këtë 10 sekondesh, por do të kemi edhe 3 minuta të tjera. Janë edhe një round tjetër. Alban Bërmeta, ndërkohë që vijon me lëvizjet e tij. Vazhdo me që publikun e ka bë për vetët, paktën të marrë atë që po kërkon. E sigurt është nuk do të harrohet për veprimet e tij. Ja. Edhe duke hëngër dajak, edhe duke kërcyer është diçka e rrallë. Duket sikur është i vetmi boksier që kënaqet që po mundet. Jemi në raundin e 6, jemi në raundin e fundit të kësaj përballje mes Alban Bërmetës dhe
Lando Enriquez, 31 vjeçari nga Korea, nga Afrika e Jugut. 15 ndeshje në karrierë, 9 fitore, 7 me nokaut. Në krahun tjetër, Alban Bërmeta, 14 ndeshje, 13 fitore, 11 me nokaut, në kërkim të fitores së 14. Teksa shohim disa nga momentet më interesante të raundit të 5. Gjithçka gati për raundin e 60 fundit. Bëhet gati në këto çaste për startuar. 3 minutë i fundit. Me njëherë Alban Bërmeta me të majtën ngacmon. E qendrën e ringut siç e ka zakon. E ka hapësirën tani. Të çojmë çfarë do të sjellin këto 3 minutat mbetura mes Alban Bërmetës dhe Lando Enriquez. Teksa edhe Alban Bërmeta tani i tregon se kush është bosi. Tjetër situatë. Për te boksit ka pasur dhe pak show kjo përballje, që ka qenë shumë e bukur në aspektin e sportit. Gjithsesi, kanë fair play me njëri tjetrin. Janë maksimalisht në një farë mënyre të drejtë në duelin e tyre, pavarësisht gjithçkaje, duelojnë fort. Kërcimeve, gjestave, prap janë fair play. Po, janë fair play, sidomos sporti i boksit. Ajo çfarë duhet të promovohet. Takohesh, përshëndetesh me të, është diçka që Gjithsesi, duket sikur Bërmeta dhe Lando Enriquez thjesht do ta menaxhojnë këtë pjesë mbetur të këtij raundi të fundit që zhvillohet, ndonse do të kërkojnë të dy ta mbyllin përpara kohë këtë sfidë ku ka mbetur 19 sekonda nga fundi. Sërish Bërmeta është një goditje shumë e pastër me të majtën. Mjaft mirë. Vion me provokimet e tij, kundërshtari gjithsesi. Tani kundërshtari i bë nga sikleti. Nga sikleti ato veprime. Ska, ai e humbi ndeshën, është diçka që e ka humbur. Ndoshta vetëm ndonjë mrekulli mund të bënte që në këto 60 sekonda që kanë mbetur të marrë fitore në këtë përballje. Vetëm i nokaut që mund të jetë një duket shumë e vështirë. Duket shumë e vështirë për tu arritur po. Gjithsesi luajnë sekondat e fundit. Vrollshëm Alban Bërmeta. Dhe i vëmendshëm është edhe Denis Nuria, i cili gjatë gjithë kohës, edhe pse me njërën këmbë të dëmtuar, duket sikur është maksimalisht tjetër goditje ka humbur ekuilibrin Lando Enriquez. Sado që tentoi Enriquez të fitoj publikun, një goditje Alban Bërmetës bëri një vulkan të vërtet në publikun e Pallatit Sportit në qytetin e Fierit. Goditje tjetër, ndërkohë që ka ngele 15 sekondat e fundit. Jemi në limite, 10 sekondat e fundit, duelohet në këto çaste mes Lando Enriquez dhe Alban Bërmetës. E tashmë thjesht kemi spektakël e show, nuk ka më kohë, mbyllet këtu. Alban Bërmeta vështirë se do të ketë një surprizë. Ishim me Ardit Murian, falenderojmë që ishte me ne. Faleminderit edhe ju për ftesën. Jemi në aktivitetet e radhës, jemi vitin 2024, gëzuar edhe festat e fundvitit. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Do të jemi gati për të mësuar fituesin e kësaj përballje, pikërisht mes Lando Enriquez dhe Alban Bërmetës, një dominim i sportistit kuqezi i gladiatorit, ai i cili ka bërë një sfidë shumë bukur, shumë interesante. Teksa shohim edhe disa nga momentet e raundit të 6 që sapo kemi ndjekur, teksa është momenti për të prezantuar fituesin e kësaj sfide. Shumë bukur, një nga më interesante, teksa do të kemi edhe dy përballje të tjera. Lando Enriquez dhe Alban Bërmeta dhuruan një spektakël të vërtet, do të jetë Darovin Bregovic dhe Aleksandr Kalashev dhe pas pak çastesh, por fillimisht mësojmë fituesin e kësaj përballje shumë bukur. Për ndeshjen më të bukur të natës për të dy. Na kanë dhuruar spektakël. Duhet ftoj për t'i përshëndetur përpara se shpall fituesin, një fjerak që e njeh gjithë Shqipëria. Nuk është boksier, por i përket skenës, është një artist
E mirëpresim me duar trokitje, Gazpaja. Gati për të ndeshur në ring, Gazpaja. Bokseri ynë edhe balerin. Ore, qa ha këj që kërcen ka që bugërë? Ore, bjeri këj hiqke. Nga sa do hilni të këj, vëlla. Nejse, unë më thanë që do vish në ndeshje boksi, po jo që do kapeshin dhe me duar, vëlla, se dhja kështë. Tani, mua s'me erdhja e imi, u trëmë si duket, kështu që unë po them dy fjalë si në shtëpi që jam. Në radhë parë, bravo qoftë gjithë këtyre që po ndeshen në ring, organizatorëve, dhe një pyetje kam, se pas ato flakët, ngeli në një flak për më vonë apo e harxuat gjithën? Jo, Megjithatë, sot jemi në Fier, jemi në shtëpi e ku ka më bukur që të ngrem sa më shumë flamuj shqiptar këtu në Fier. Ju uroj suksese që të gjithve. Faleminderit juve që keni ardhur, faleminderit juve që jeni në shtëpinë tuaj. Respekte, faleminderit Fieri. Mbrëmja është e çunave. Bravo dhe një. Respekte. Bravo të qoftë. Faleminderit Gazpaja dhe fituesi i këtij dueli të bukur është gladiatori Alban Bërmeta. Long days, but I know hard work pays, so the money get long too, and the kush smells strong too. That's that.